Prej kohësh një seri videosh të cilat përdorin imazhin tim, zërin tim të përpunuar me inteligjencë artificiale janë duke ju bërë thirrje pensionistëve dhe njerëzve të tjerë që të blejnë ilaçe apo të konsumojnë produkte që sipas videove janë certifikuar apo janë provuar më parë nga unë apo të ftuarit e mi. Faktoje Pikal ka vërtetuar që të gjitha videot janë falso, natyrisht ju a vërtetoj dhe unë këtu, të gjitha janë video të bëra me inteligjencë artificiale, janë video që nuk janë reale dhe janë mashtrime. Kështu që në këtë aspekt ju bëj thirrje edhe një herë të verifikoni burimet, të kontrolloni videot, mos besoni çdo lloj postimi, mundoni të referoheni vetëm burimeve serioze të informacionit. Jo në çdo rast, zëri i përpunuar me inteligjencë artificiale dhe pamja që për shumë vetë është e vështirë të dallohet nga ajo reale, mund të shërbejnë si burim. Edhe njerë po them, me zhvillimin e teknologjisë, shumë prej postimeve që shihni, sidomos ato që lidhen me ilaçe, produkte e tjerë, janë falso, nuk janë të vërteta.